Si ju nuk keni skafandra? Pikërisht, pra, këtë e bën pak më të vështirë edhe qëndrimi në këtë, po hedhin fishek zjarre tashmë në drejtim të punojësve të policisë, shikohet në këto pamje të drejt për drejta që nuk po gjuhet drejt punojësve policisë, por po gjuhet në ajër. Tashmë ka një fishek zjarre në drejtim të tyre, pra është fishek zjarre në drejtim të përdoren për gëzime, Edison, nuk ka pse shqetësohet forcat e rendit me skafandra për fishek zjarreve. Megjithatë, shikoj që policia ka avancuar diku duke kaluar edhe rrethimin ose mund të themi atë të ndërtesës ish Hotel Dajtit, apo jemi ende larg, dhe po ashtu ka dhe ujëhellësja që ka filluar të tentoj të shpërndaj turma protestuesve që ndodhet aty pa lëvizje pavarësisë barikadës. Mos gaboj, është hedhur dhe njëherë gaz lotësjellës në tentativën për të shpërndar protestuesit, ndoshta në një situatë as pak të këndshme, Edison. Në fakt, sa e takon momentit të fishek zjarreve, për cilën the është një moment ku hidhe pra moment e gëzimi, duhet kujtoj që ka një ligj që i ndalon mjetet piroteknike. Në fakt, janë vetëm 2 kompanit licencuar, nuk dihet mënyra se si janë siguruar. Së dyti, kemi parë Edison që janë hedhur dhe në orët e vona dhe në orët e ditës pa fund, gjithsesi kjo është temë tjetër.